Sezoni veror po afron dhe deri më tani nuk është marrë asnjë masë konkrete nga bordi i kullimit për të vënë në gatishmëri të plotë sistemin e ujitjes për pjesën që kjo drejtori ka detyrim ligjor institucional në komunën Dërmenas. Kështu ka thënë kryetari i komunës Viktor Fasko, sipas të cilit i është kërkuar zyrtarisht ndërhyrja për rihabilitimin e kanalit, i cili shërben për të ujitur më shumë se 20 hektar tokë bujqësore të fermerëve të fshatrave të komunës Dërmenas. Sipasi kreu i bordit kullimit i është përgjigjur negativisht kërkesës së njësisë vendore, duke pohuar se drejtoria që ai drejton nuk e ka në plan të pastrojë kanale sistemi të ujitjes së tokave në fshatrave të komunës që ai drejton për këtë sezon veror. Deri tani nuk është marrë asnjë lloj mase për pastrimin e kanaleve të vaditjes si dhe ato kulluese. Është një detyrë e bordit kullimit për të pastruar dhe për të menaxhuar si dhe për të mbajtur pasur këto kanale. Ne i kemi bërë thirrje dhe një shkresë përcjellëse bordit të kullimit dhe drejtorit Ramadan Krasniqi, qysh në fund të vitit, sepse planifikimi për pastrimet e kanaleve bëhet qysh në fund të vitit sipas kërkesës që i bëmë ne në vitin 2011. Dhe këtë realizum dhe bëmë të mundur që këtë kërkesë të cilët ai e donte me shkrim si dhe me në planifikimet e veta që bën në fund të vitit, ja kemi bërë që në nëntor dhe deri tani nuk është marrë asnjë lloj mase. Na ka ardhur një shkresë nga bordi i kullimit dhe nga drejtori Ramadan Krasniqi, i cili thotë se nuk është në planet e mia pastrimi i kanalit Vjos Levanfir, i cili është një nga arteret kryesore për vaditjen e tokave të fermerëve. Bordi i kullimit do të jetë shkaktari kryesor i dëmeve që do të vinë fermerëve nga mungesa e ujit për ujitjen e të mbjellave, ka pohuar zoti Fasko. Numri 1 i komunës Dërmenas ka qartësuar se drejtori i bordit kullimit, përpara se të deklarojë vështirësitë që do të hasin fermerët e qarkut të Firit gjatë sezonit veror për mungesën e ujit të ujitjes, do të kryejë më parë detyrimet e tij ligjore për të siguruar ujin në kanalizimet që administrohen nga drejtoria që ai drejton, të cilat në komunën Dërmenas ai nuk i ka kryer, duke lënë në mëshirë të fatit prodhimet bujqësore të mira fermerëve. Bordi i kullimit do jetë një nga shkaktarët kryesorë që fermerët këtë vit nuk do kenë prodhimet e tyre, nuk do të vadisin prodhimet e tyre. Dhe sigurisht që do të dështojnë në mbjelljet e tyre që ata kanë bërë për planifikimet e tokave bujqësore. Megjithatë, një detyrë i ngjelet përsëri bordit të kullimit të marrë masa për të bërë të mundur ardhjen e ujit për vaditjen e tokave bujqësore. Nga ana e fermerëve dhe nga ana jonë është bërë e mundur që të bëjmë pastrimin e kanaleve të treta, të cilët e kanë për detyrë si komuna dhe fermerët, dhe nga ana e bordit të kullimit ngelet si detyrë pastrimi i kanaleve të para dhe dytë, si dhe pastrimi i kanalit Vjos Levanfir, që deri në këto momente që ne po flasim nuk është bërë asnjë lloj pune dhe nuk ka ndërmend që të bëhet. Fermerët e komunës kanë punuar për pastrimin e kanaleve të treta të parcelave si detyrimi përcaktuar në ligj, por do të jenë problemet me kanalet kryesore të ujitjes, ato që do të nxjerrin jashtë funksionit punët e kryera prej tyre, gjë e cila do të ndikojë negativisht në uljen e rendimentit të prodhimeve si baza kryesore e ekonomisë familjare të fermerëve, ka qartësuar kreu i komunës Dërmenas, i cili duke qenë edhe vetë fermer i zgjedhur në krye të fermerëve nga vetë ata, akuzon drejt për drejt bordin e kullimit për problemet me sistemin e ujitjes në komunën që ai drejton.